Nga ideja tek dizajni, ky ishte aktiviteti i zhvilluar nga Shkolla Profesionale Teknike Korçë në bashkëpunim me disa shkolla 9-vjeçare në kuadër të Ditës së Vajzave, një takim kreativ që bëri bashk talentin dhe bashkëpunimin, ku grupet e vajzave punuan së bashku me nxënësit e drejtimit TIK për të krijuar postera me mesazhe frymëzuese mbi rolin dhe suksesin e vajzave në profesion. Qëllimi i këtij aktiviteti është më shumë për të treguar që edhe vajzat kanë të drejtat e tyre dhe ato duhet të ndjehen të barabarta si ashtu edhe djemtë, sidomos në profesione të caktuara të cilat nuk pëlqehen shumë nga vajzat, për shembull në IT, mekanik, por ne meqense kemi drejtimin TIK, kemi fokusuar në teknologji informacioni. Vajzat ndani den dhe mesazhet që synuan të përcjellin përmes punimeve të tyre. Ne jemi nxënësit e shkollës Sevasti Qiriasi dhe sot do prezantohemi me temën Vajzat shqiptare në IT, me të cilën duam të përcjellim mesazhin dhe forcën e vajzave shqiptare në fushën e teknologjisë dhe punët të cilat ato kanë. Neve vim nga shkolla mësojtore e parë shqipe, jemi klasa e 9 dhe projekti ynë titullohet Vajzat në shkencë dhe në teknologji. Tregon rëndësinë që kanë pasur vajzat dhe gratë gjatë viteve në fushën e shkencës dhe teknologjisë. Sipas drejtoreshës së shkollës, aktivitetet të tilla synojnë fuqizimin e vajzave për të zgjedhur profesionin që dëshirojnë pa u ndikuar nga stereotipet gjinore. Nëpërmjet këtij aktiviteti duam të tregojmë fuqinë e profesionit, jo vetëm në rajonin tonë, por edhe më gjënë. Duam të tregojmë rëndësinë e profesionit për të gjithë dhe duke u fokusuar sigurisht tek vajzat, cilat mund të jenë pjesë e çdo profesioni. Ky aktivitet solli një tjetër shembull se si edukimi dhe kreativiteti mund të shërbejnë si nxitje për barazi dhe zhvillim në shoqëri.